Shkrimet e publikuara në mediat e huaja në mbrojtje të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj po nxjerrin më shumë në pa mënyrën se si po financohet dhe orkestrohet një fushat e mirëfillt PR-i ndërkombëtar. Kjo fushat shfaqet sa herë Erion Veliaj duhet të përballet me gjykatat, ka një seancë në kushtetuese, GKKO apo administrative. Fillojnë shkrimet. Së fundi pritet një vendim i gjykatës së lartë në 15 shtator dhe paralelisht kanë filluar sulmet, kërcënimet apo publikimet me akuza kundër drejtësisë në mesin e pushimeve dhe vapës. Së fundmi konkretisht në 15 gusht një tjetër artikull është publikuar në një platformë mediatike holandeze, Finance Week, për të verifikuar nëse ky shkrim përfaqëson një qëndrim të pavarur editorial apo është një material i sponsorizuar dhe me pagesë. CNA ju drejtua zyrtarisht në 18 gusht me një kërkesë për informacion drejtuesve të kësaj media holandeze, por edhe pse kanë kaluar më shumë se 72 orë nga dërgimi i mailit, ende nuk ka pasur asnjë përgjigje apo reagim zyrtar prej tyre. Heshtje kjo jo e rastësishme, por CNA e ka provuar në rastet e tjera, kjo e konfirmuar edhe nga lobimet e Erion Veliajt, se këto shkrime bëhen me pagesë si fushat propagande. Pro Veliajt, pse jo nga gjuha e përdorur, shkon deri në kërcënim për integrimin e Shqipërisë dhe duket sistematike si një presion i hapur dhe shantazh ndaj drejtësisë. Në shkrimin e publikuar në një media holandeze që ndoshta shumë se din që ekzistonte, thjesht me qëshënka holandeze, krahasohen procedurat ndaj kryebashkiakut të Stambollit Ekrem Imamoglu me paraburgimin e Veliajt, duke ngritur pikpyetjen se pse hesht Brukseli. Përpjekja për të krahasuar rastin e Turqisë me atë të Shqipërisë është një manipulim i hapur publik. Turqia është një regjim autoritar ku goditja ndaj opozitës bëhet me urdhra politik, ndërsa Shqipëria është një vend kandidat që synon integrimin në BE, ku janë hapur dhe mbyllur disa kapituj dhe në pushtet është partia dhe qeveria e Erion Veliajt. SPAK-u është institucioni me mbështetjen më të madhe nga BE dhe vendet partnere dhe fal tij po funksionon shteti i së drejtës dhe zyrtarët e lartë po përballen me drejtësinë për aferat e tyre korruptive. Rasti i Veliajt nuk është një persekutim politik, por një hetim i SPAK-ut për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie, çka e bën krahasimin e medias holandeze krejtësisht të pabazë. SPAK e votoi partia e zotit Veliaj, SPAK-un e mbështet partia e vëllait të kryebashkiakut që sponsorizon këto shkrime kundër drejtësisë. Në këtë video mund të shihni me zë dhe figurë mbështetjen që Erion Veliaj jep publikisht për SPAK dhe reformën në drejtësi. Pari do duaj që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas të bëjam përpara, por që mbas këtë takimi ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për sëmbarje në Shqipëri. Është krijuar një institucion serios, isha me 2 kolegë hetues profesionistë të disiplinuar dhe unë them që vetmja gjë që ne mund të bëjmë është që t'i forcojmë institucionet, mos t'i përgojojmë, mos të bëjmë rolin e tyre, mos bëjmë prokuror gjyqtar, po të bashkëpunojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim, po diskutonim sot orën 19 se kishte edhe një seancë tjetër më përpara, kështu që patëm një ezaurim total të çështjes së incineratorëve. Shkrimet në media të huaja si kjo holandezja dhe mungesa e përgjigjes ndaj CNA-s flet edhe më shumë kur sheh se si ky shkrim u shpërnda brenda pak orësh, konkretisht në 16 gusht në Shqipëri nga një rrjet mediash vendase, ato të financuara me paratë e aferave të incineratorëve apo të paguara nga reklamat e vëllait të kryebashkiakut Erion Veliaj. Këto media janë denoncuar për linjë akuzash ndaj SPAK-ut dhe janë kthyer në mbrojtje mediatike ndaj kryebashkiakut si Report TV, Tema e të tjerë. Kjo skem me lajme në media ndërkombëtare qendrore apo periferike paguhet nga vëllai i kryebashkiakut Arber Veliaj dhe kryhet nga lobistët dhe studiot ligjore që kanë përgatitur një strategji të qartë që nga shtyret e seancave tek shtatzanit në familje, dhe ky nuk është një rast i vetëm. Sipas dokumenteve zyrtare të Departamentit Amerikan të Drejtësisë të publikuara më herët, janë paguar gati $300,000 për studion ligjore dhe shërbime PR-i si Kazovic Benson Torres apo Mishkon Dereja për të mbrojtur Veliajn, si dhe për të sulmuar prokurorët e SPAK-ut dhe gjyqtarët të cilët hetuan kryebashkiakun. Kjo fushat mbështetet në skemën e njohur të lavatriçes mediatike, ku shkrime të ngjashme mbrojtëse janë publikuar edhe më herët në platforma si The Economist, Jerusalem Post, EU Reporter, European Business Magazine dhe Euro Prospects. Të gjitha këto lëvizje provojnë se përballë fakteve të drejtësisë, mbrojtja e vetme e Veliajt po kërkohet përmes fushatave të shtrenjta të lobimit dhe PR-ët ndërkombëtar me pagesë, dhe prej më shumë se 12 muajsh nuk shkon në seanca gjyqësore duke i shtyr ato pa ndalim. Strategji kjo e qartë e mbrojtësve të tij ligjor. Veliaj nuk po përballet me drejtësinë, por po lufton dhe mbrohet me propagandë.